Ende nuk dihet kush është dorasi që shtiu për qejf natën e vitit të ri, por që ja mori jetën një fëmijë 2 vjeç. Në orët e para të 1 janarit plumbi Qorgjo erdhi nga qielli në oborrin e familjes në komunën e Gazibabës, të cilët kishin dalë të shohin fishek zjarret. Ishte fatal për 2 vjeçin, i cili ndroi jetë pastaj në spitalin e Shkupit. Не станува збор за куршум кој што е директно насочен за да се застрела детенцето, туку станува збор за залутен куршум. Согласно на кое што досега е споделено како информација до мене, истрагата е во тек, ќе продолжиме да ги превземеме сите оние надлежни чекори, се со цел да утврдиме на крајот конкретен сторител. И без оглед на тоа што во ваква ситуација и вас ви е познато дека навистина овие се доста тешки случаи за детектирање и откривање на конкретен сторител. Por ky nuk është rasti vetëm. Nga Ministria e Shëndetësisë tonë se gjatë natës së ndrimit të motmotëve, 7 ndërhyrje mjekësore ka pasur në pacient të lënduar nga mjetet piroteknike. Prej tyre 5 fëmijë, ndërsa më keq e kanë pësuar 2 të rriturit, ku njëri nga mbajtja e petardës së madhe në dorë gjatë bëlcitjes ka humbur gishtërinë. Ministri Azir Aliu tha se asnjëherë të mos festohet me armë, e as me mjete piroteknike. Fakti që ndër të lënduarit ka fëmijë dhe se disa prej tyre kanë qenë është dashur të bëhet dhe amputim, flet mjaftueshëm për peshën e pasojave mbi shëndetin, prandaj ju drejtohemi dhe bëjmë apel të veçantë edhe të prindërit që të mos lejon piroteknikat në duart e fëmijëve të tyre të përdoren si lojra, për shkak se përfundojnë me kirurgji plastike dhe me lëndime në trupin e tyre. Ministria e Brendshme gjatë vitit që sapo lan pas ka sekuestruar 252.000 copë piroteknike, duke u arrestuar 37 persona, ndaj të cilëve janë ngritur kallëzime penale për përdorim dhe mbajtjen e palejuar si dhe tregtimin e armëve dhe materieve plasëse. Në krahasim me 2024, në vjet kishte 3 fish rritje të sekuestrimeve të piroteknikës ilegale. Vetëm në aksionin e parafestave u konfiskuan 35 ton mjete piroteknike, ku u arrestua dhe një policë nga sektori për punë të brendshme në Veles i përfshirë në këtë kontraband.